Vizita e Donald Trump në Japoni mori ngjyrat e një suksesi diplomatik dhe ekonomik të shumanshëm, pasi gjatë qëndrimit të tij në Tokyo ai nënshkroi me kryeministren japoneze Kanea Takaichi një marrëveshje për sigurinë e mineraleve të rralla që kanë rëndësi strategjike në ekonominë amerikane. Marrëveshja parashikon forcimin e qëndrueshmërisë dhe sigurisë së zinxhirëve të furnizimit me elementet e rralla toksore, burimi që përdoren në prodhimin e teknologjisë së lartë, automjeteve elektrike dhe pajisjeve ushtarake. Gjatë konferencës së përbashkët Trump e Japoni si aleatin e nivelit më të fortë të mundshëm dhe vlerësoi kryeministren Takaichi për rolin e saj të ri në politikën ndërkombëtare. Është një nder i madh të jem me ju, veçanërisht kaq herët në atë që mendoj se do të jetë një nga kryeministret më të mira në historinë e Japonisë, u shpreh ai në pallatin e Akasaka. Nga ana e saj, Takaichi lavdëroi presidentin amerikan për lidershipin e tij dhe konfirmoi synimin për të nominuar për çmim Nobel për paqe, një deklaratë që u cilësua e papritur për simbolik nga analistët ndërkombëtar. Kjo është epokë e artë për marrëdhëniet mes vendeve tona, tha ajo, duke theksuar se bashkëpunimi ekonomik dhe strategjik me SBA-n është thelbësore për sigurinë rajonale dhe globale. Marrëveshja vjen në një moment kur tensionet tregtare me Kinën janë në rritje. Pekini ka njoftur kufizime të gjëra në eksportet e elementeve të rralla, ndërsa Trump paralajmëroi vendosjen e një tarife 100% mbi importet kineze si kundërpërgjigje. Pas qëndrimit në Japoni, presidenti amerikan pritet të takohet me homologun kinez Xi Jinping në një përpjekje për të gjetur rrugëzidhje me luftën tregtare që ka përfshirë dy ekonomitë më të mëdha në botë.